Dashuri për sportin. Ky sezon na ka dhuruar arritje të jashtëzakonshme. Sot në ekipe me 239 futbollistë, Akademia më e madhe në gjithë zonën e Veriut. Kemi fituar 2 titull kampion Shqipërisë. Ekipet 16 dhe 17. Sezonin e ardhshëm do të marrim pjesë në superiore bashkë me ekipet 13, 14, 15, 16 dhe ekipi U19 kategorinë e parë. Një premtim sot të presidentit ton Florenc Marko, ekipi rritur, i cili do marrë pjesë në kategorinë e tretë, do pretendojmë dhe do të ketë objektiv për të ngritur në kategorinë e dytë dhe për mos u nalur drejt majës së futbollit shqiptar. Por një gjitha, kemi fituar diçka që është më e rëndësishme, besimin dhe respektin e qindra familjeve që na kanë besuar fëmijët tonë, prindërit që janë prezent dhe të tjerë që nuk janë prezent. I falenderoj. Duhet falenderoj nga zemra sportistët tanë të cilët luftuan në çdo ndeshje, trajnerët që punuan me përkushtim çdo ditë, prindërit që na qëndruan pranë në çdo moment, si edhe çdo mbështetës i klubit futbollit Shkodra që kontriboi në këtë rrugtim. Një falënderim të veçantë për Agim Canin, i cili na mbështeti në fillimet e këtij sezoni dhe ishte pranë nesh në momentet më të vështira. Falenderoj gjithë prindërit dhe miqtë që kontribuan për organizimin e këtij eventi, duke dëshmuar edhe një herë se klubi Shkodra është një familje e vërtetë. Është një moment për mua emocional, shumë emocional për gjithë zallën, sidomos për djem, një moment veçantë. Duhet të shpreh për mikun tim Marko. Pa mbështetjen e këtyre personazheve,
thuj president. Ai më thëtë, të lutem mos më thuj president. Po, është presidenti i klubit futbollit Shkodra. Jo vetëm për mbështetjen financiare, por edhe për vizionin, idenë dhe projektin që ka përndërtohet për të ardhmen e klubit. Jam i bindur se me kontributin e tij dhe miqve të tij, klubi Shkodra do të arrijë nivele të larta në futbollin shqiptar. Faleminderit Florence Marku, të për Florence Marku. Ujë Florence, kam shoshën e përgjyrë dhe të postë të ri, me promoshën që ke, u vend që në darë në tishtë nga presidentet në suksesën Shqipërisë. Këtë fragment të i lutëm më fali, mendoj, sa i meriton, e thashtë të tërëtru, edhe i tërëtru tjetër. Kupat, që janë majtës dhe gjatës, janë fituar, janë të shpije punës dorë. Futbolistët që borrisin sot, të gjithë të atjem që i përshnesin, futbolistët U9, U11, U13, U14, U15, U16, U17, U19, i përshnesin. Sot kjo festi për vetë këtyre, bashkë me trajnerët të tyre. Le ta kësojmë së bashku për që shka kemi arritur për njëkohësisht të shohim përpara me besim, sepse rruga suksesit për klubin Shkodra sapo ka filluar. Sot festojmë suksesin e këtij sezoni, por nesër fillojmë punën për suksese të tjera. Ju falenderoj për pranimin tuaj dhe ju uroj të gjithëve ta kaloni sa më bukur. Ju falenderoj të gjithëve. Konsideratat dhe falenderimet që kryetarit të implani që përcoli për presidentin e ri Florence Marku, mendoj të shumë që është momentit të thasi këtu vetë zotin president që të bëjë një presidentin të Shkodrës. Një datërlitje edhe njerë për presidentin Florence Marku, i cili si pas informacionën dhe vetë implani që ka marrë për Shqipër, me një projekt ambicios të qoj klubin Shkodra në më e lartë. Përshëndetje gjithëve, uroj të jeni mirë gjithë, falënderit që keni ardhur këtu organizim që ka Profja. Uroj që sezoni tjetër jetë me sukses sa më shumë dhe testi gjumë të futbolistëve që kanë dalë për klubin Shkodra. Suksese edhe herë Profe, suksese. Kesh në që da e në mërë të një Për suksese. Ka prej Zoti Marë të me ju të nga Shkodra, Zoti urrit edhe pashe suksese. Ari unë do të rëlejnë në shoqërinë e miku tim dhe kolegu tim Gaspar Marku, për arsye objektive, ne do të largohemi drejt Tiranës, i lumtur që erdha sot dhe ndava me ju këtë gëzim, uroj të shërbej klubit Shkodra dhe miqve të mi vetëm për suksese dhe gëzime të vazhdueshme. Miru bashkë, Andrej Gamin Cirova,